Shumë njeri më keq kupton mu sot, unë 2018, ju këmë thonë, kam ardhë një ditë, ku të gjithë hoxhallarët kanë mi vëndu flisa. Kam ardhë një ditë që hoxhallarët kanë mi ratë qiftelijës. Unë komendu që kam ardhë ka 2035, të përë shumë shpejt, në 2024 të 25, edhe qiftelia më shohët më brej, hoxhallarëve, dhe iso, qiftelijës ju edeni i kanë thonë janë dy telat e shajtonë. A ju kanë thonë që shtu, po, normal që nuk kanë folë krejse, dikosh është pak pa i rafinua. Mirë po sot shumica e hoxhallarëve dalin, por sëri dojnë me mbet. Në rrugën, me mbet në klubin e shejtonit, nuk duan që programohen, vetëm që e vëndojnë plisin mu që programohen. Me plis, derisa dhe molla Milazimi që është i programuar, dhe ka morë shejtoni me vetë, edhe hajter me plis. Mirë po puna e Milazimit, dhe plisis, po ku gjonë, për bashkë, asë shqiptaria, ma e keni kuptu se kombi është organizim politik. Molla Milazimi është përfasusi i kombit musliman, unë e pranoja, edhe respektoj, po jo me shkit men, ati ku aj nuk ka hyrje dhe refuzon hyrjen e tij në shqiptari. Nuk mund të hysh në shqiptari as me katolicizëm, as me muslimanizëm, as me ortodoksizëm, as me ateizëm. Shqiptaria është natyrshmëri, ta ka dhënë Zoti. Në momentin që je tjetërsu më prej asaj. Pra, feja nuk ndrohet, por tjetërsohesh, e kundërshton, bëhesh mohues i ligjit tanë, natyrshmërisë tone, dhe me terminologjinë e Kuranit, je qafer. Kuptuat e mohon natyrshmërinë tonë. Besimi është shpirtëror. Me zell besimin është diçka krejtësisht tjetër. Pavarësisht e zell besimin e kot, ose besimin jo të kot, besimi, ku do me lidhë ti sigurinë tonë, është e drejta jote dhe atë të drejt e kitë garantume, edhe prej shteteve, por e kitë garantume edhe me Bibël, edhe me